nga tezat që tashmë është përforcu, është që Amerika është fut në këtë vend, në këtë luftë, pikërisht për ta shkatërruar Amerikën. Për shkatërruar dhe vetë Amerikën. Po, jam dakord me të në një farë mënyrë. Pra në momentin që Amerika është fut brenda, ose duhet shkrihet Irani totalisht, ose nuk ka rrugë tjetër, sepse vetë Amerika do marri goditje nga petrodollari. Jo, e vërteta është edhe dje po bisedonim me zotin Çuko, dhe ai më tha të njëjtën gjë që në momentin aktual që jemi, do më thënë, është futur në një qorë sokak të tillë, Amerika që ose duhet të tërhiqet, po s'ka asnjë lloj fitore, ose fitoren do ta quaj nëse e kthejnë në epokën e gurit, por nga mënyra se si janë fortifikuar iranianët, ky kthimi në epokën e gurit do më thënë që ta hanë civilët, ndërsa kapacitetet ushtarake të Iranit nuk preken. Tani me sinqeritet, do më thënë kur i dëgjoj gjithë analistët, nuk arrit ta kuptoj se si mund të dalë Amerika nga kjo luftë prap Amerika që ka qenë. Do më thënë, ose tjetë prap power, përveçse me wipe out komplet Iranin. Me gjithë gjallësa brenda.